Pensionistët të cilët nuk kanë mbështetje të dytë ekonomike nga familja po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Skënder Kala nga Bulqiza ka punuar 26 vite në policinë e shtetit në periudhën e regjimit monist dhe pas viteve 90. Skënder shprehet se pensioni që merr nuk i mjafton as për ilaçe për shkak se vua nga shumë sëmundje, të cilat kanë nisur që në kohën kur ai ishte në marrëdhënie pune me policinë e shtetit. Në të njëjtën situatë është edhe bashkëshortja e Skënderit, e cila ka punuar për disa dekada në minjer dhe sot përballet me sëmundje të ndryshme. Pensionin si marr e me kum bo, se kum punu 12 vjet me dënu në galeri, atje kam marrë në ftofjen, jam me pompa, i pata pa lek si u vizitohen sanitarium, mi këthin me lek njënën. Edhe mi fjalë, unë e kam farmaci kë shtëpia. Gruaja me diabet, e na jo ka punu në minjer, kur vje puna, dul mi pension 120.000 lek. Me zot i ka shku 180.000 lek. Të shë muaj pensioni, unë nuk di si të them, se unë gjithme në lëmë farmaci. Ashtu. Nuk them, po ne si pensionista, unë flasë për vetën time, pozicion më të vështirë nuk ka si të bëhet. Një ndihmë kujtja kërkës ta jep, kalon sot me 380.000 lek, ata ati që ke dritat, ati që ke ujt, e ne sot ilaçe në farmaci. Në kur vje puna, kur një gjohë të pro për të hormona, digaroj që vjetër. Deshet marrë një aparat tensionit famshëm, se mu bo si biqim gripi, se të shte kështu o kje punë, se ka pa dot, se bote 20.000 lek. Ta shte të ngorës që të në 4-5 me grunë, se di garoj që vjetër jemi. Mroft puna si ku mbo 26 vjetë. Nga ana tjetër, ish policisë Skënder Kala thosë se sistemi aktual i pensionimit duhet të jetë më social. Të shte dikush thot se i pëlqen si mas qefit interesi. Kemi qenë ma keq në atë kohë. Në atë kohë, çmimet ishin normale, sot ti ma trapazi sa ti do e shefi ati, s'do me ditë se jo jam pensionist e ashtu, çmimet e stratosferë, jeta është e pa përballueshme. Do është e zjata shumë, po mbrofte e puna si kum bo 26 vjetë, e në kur gjë hiq. Ish polici 80 vjeçar thekson se për pensionistët duhet të mendohet më shumë nga shteti, pasi sipas tij, ata janë shtresa më e diskriminuar e shoqërisë.